Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. E falenderojmë Allahun, krijuesin absolut gjithësisë, për gjitha mirësitë e tij ndaj nesh. Dhe një prej mirësive më të mëdha është edhe arritja e nivelit më kulmor dhe më të rëndësishëm të muajit të bekuar të Ramazanit, e pjesës së tretë dhe të fundit të këtij muaji të bekuar dhe e seriozitetit në këtë garë madhështore. Fatmirësisht kemi arritur deri këtu me mirësinë dhe me begatinë e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Njëherët edhe jemi me shpresë tek Zoti i Madh që ditët e mbetura t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Andaj është e udhës që këto net, në veçanti, pra netet e fundit që kanë mbetur, t'i shfrytëzojmë ato dhe të mos humbasim kohë me gjëra koti, me muhabetet pa nevojshme dhe të padovishme dhe me harxhimin e kohës në gjëra që mund të jenë në dëmin tonë. Sepse para sa shpërblimi është i madh për gjatë këtyre neteve, para që është edhe gjunahu i madh. Pra nëse ne nuk jemi të kujdesshëm në gjunahe për gjatë këtyre neteve, i bie që për një gjuna, sado i vogël që të jetë, pesha ati gjunahut apo krimi ati gjunahut është sa të jetë vepruar për 80 e sa vite, nëse e bëjmë një gjë të tillë në natën e 4. Andaj duhet kemi shumë kujdes. Prej çështjeve që meriton të trajtohet, sidomos në këto net bekuara, është çështja e përzgjedhjes hynore. Allahu për mirësisë e tij i zgjedh disa njerëz që të jenë besimtarë të tij, që të jenë prej adhuruesve të tij. Dhe një prej shenjave më të drejtë për drejta të dashurisë së Allahut ndaj nesh dhe të kësaj përzgjedhje hynore është arritja e Ramazanit, në veçanti arritja e këtij muaji si adhurues të Allahut Madhërisëm. Allahu thënë në Kur'an, Allahu yajtabi men yasha wa yahdi ilayhi men yunib. Allahu e zgjedh për vete këtë doj dhe e udhëzon prej robërve të tij atë që kthehet drejt tij. Pjesa e parë e këtij ajeti tregon se është Allahu ai i cili i përzgjedh robërit e tij që të jenë besimtarë. Pra zemrat e besimtarëve janë të përzgjedhura me përzgjedhje hynore. Konkretisht, zemrat tona, vëllezër dhe motra, janë të përzgjedhura nga ana e Allahut. Allahu po tregon dhe po thotë se unë e zgjedh atë që dua prej robëve të mi, që të jetë robi imi, adhuruesi imi, besimtari imi e kështu me radhë. Kjo është përzgjedhje e veçantë. Këtë mirësi na dha Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë mirësi, edhe sikur të falemi e të përgjerohemi ndaj Allahut, ditë e natë, pa asnjë ndërprerje të vetme, nuk do të kemi mundësi që ta kompenzojmë atë. Por ne e bëjmë për t'ia dëshmuar Allahut subhanahu wa taala dashurinë tonë ndaj tij. Jo për t'ia kompenzuar, sepse një gjë e tillë është e pamundur. Allahu është bujari absolut. Çfarëdo që të bëjë robi në raport me Zotin e tij e ka të pamundur që t'ia kthej Zotit mirësitë. Por ne dëshirojmë që t'ia dëshmojmë Allahut besimin tonë ndaj tij, dashurinë që e kemi për të dhe për kushtimin tonë në raport me të. Pastaj Allahu tregon se sado që ekzistojnë disa shkaqe të udhëzimit, wa yahdi ilayhi men yunib, thotë Allahu ozon atë që kthehet drejt tij. Pra kthimi tek Allahu është prej shkaqeve të udhëzimit, të avancimit në jetë. Por megjithatë, nëse Allahu nuk do, nëse Allahu nuk sheh hajër në zemrën tënde, prap nuk të jep udhëzimin, nëse ti nuk je prej përzgjedhurve të tij. Dhe Allahu përmes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se kur Allahu e don një rob, e përdor atë. Prandaj tha, idha ahabba Allahu 'abdan ista'malahu. I thanë sahabët, kejfe yasta'miluhu ya Rasulullah? Si e përdor atë? Çfarë kuptimi ka kjo Allahu e përdor atë? Thot yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti. I jep Allahu sukses që të veprojë vepra të mira para se të vdes. Dietarët thonë, nëse dëshiron ta dish se sa të do Allahu ty, shiko se me çfarë merresh. Pyete veten, analizoje veten, me çfarë merresh ti? A merresh me punë të hajrit, a merresh me punë të devotshme, a merresh me punë të mira, apo merresh me punë të këqija, me punë të liga, me punë të dështuara, të pafrytshme. Dhe nëse në veprimtarinë tonë, ditore, javore, por edhe gjithjetësore, dominon hajri, dominon mirësia,
duke filluar nga mirë mendimi, pastaj edhe nga mirë veprimi, atëherë kjo është shenjë që Allahu don. Kjo është shenjë që Allahu po të përdor ty në hajër. Vetë fakti që ti fal namazin, sidomos rregullisht 5 herë në ditë, agjeron Ramazanin, jep zakatin nëse jep atyre që të kaplon obligueshmëria e dhënies së zakatit. Shkon në haxh brenda mundësive tua, shëndetësore, materiale, transportuese e kështu me radhë, atëherë di se këto janë shenje direkte që Allahu po i përçon tek ti se të do. Ka se Allahu nuk ja jep çdo kujt këtë mirësi dhe këtë privilegj. Allahu nuk e përdor çdo kë në rrugën e tij, përpos atyre që janë të zgjedhur prej tij. Nga se Allahu robërit e tij i ka prej ushtarëve të tij. Dhe Allahu përgjegjësinë e imanit, përgjegjësinë e udhëzimit nuk ja beson çdo kujt. Ja beson vetëm atyre që sheh mirësinë në zemrat e tyre. Besimtarët e Allahut kjo natë dhe netet e deri tanishme që i kaluam përgjatë këtij muaji të bekuar, dhe shpresojmë edhe netet e mbetura, janë dëshmi direkte se Allahu na do. Janë dëshmi e drejt për drejt se jemi të zgjedhurit e Allahut. Këtë mirësi nuk duhet ta humbim me asgjë të jetës kësaj bote. Edhe sikur krejt botën dikush me ta dhënë, me ta ofru, me të thonë, prej sot bota është e jote. Bota është e jotja me mirësitë nën toksore e mbi toksore. Prej sot ti je shefi i dunjas. Vetëm largoju prej Zotit. Mos e beso Allahun për Zot. Wallahi s'duhet me dhënë. Nuk jepet Allahu. Nuk jepet krijuesi i gjithësisë për diçka të kësaj gjësie. Nuk ka dhuratë më të madhe se sa imani. Dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë, kur Allahu e don një rob, ja jep imanin. Imani është vlera kryesore, me besu Allahun, me njoft krijuesin, me adhuru krijuesin, sidomos kur adhurohet sipas mësimeve dhe porosive të tij, kuranore dhe atyre pejgamberike, nga mësuesi i njerëzimit, nga ai që më së miri e njohu Allahun dhe më së miri e adhuroi atë. Dhe la gjurmë trashëguese që ne duhet t'i pasojmë se si duhet me njohë Allahun, se si duhet me pasu Allahun, se si duhet me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Këto net le të jenë netet e përgëzimit për ne, nga se me miliarda njerëz sot nuk janë sikur se ne. Nuk e adhurojnë Allahun, përkundrazi e mohojnë Allahun, i bëjnë gjuna Allahut, e kundërshtojnë Allahun, adhurojnë idhuj krahas Allahut. Bëjnë veprime nga më të ligat, nga më të tmerrshmet. Dikush në këto çaste tani është duke vrarë, dikush është duke bërë zina, dikush është duke vjedh, dikush është duke mashtru, dikush është në klubet natës, dikush është duke përdorë drogë. Por ne jemi duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka shenjë më direkte të dashurisë së Allahut ndaj nesh se sa kjo. Falenderoni Allahun për këtë mirësi dhe ruani këtë begati. Investoni sa më shumë përgjatë këtyre netëve të bekuara të Ramazanit, që lidhja jonë me Allahun të forcohet, që ne të dalim prej këtij Ramazani të ndryshuar pozitivisht, të përmirësuar në çdo aspekt, duke i braktisur mëkatet dhe duke i shtuar veprat e mira, duke i ngritur dhe duke i shtuar intensitetin e devocionit në raport me Zotin e Madhërisëm. Lusë Allahun që zemrat tuaja të jenë prej zemrave më të dashura tek ai, prej zemrave më të përmbushura me iman, më të pastërta nga gjunahet, nga mëkatet, prej zemrave që Allahu i ka përzgjedhur të jenë prej zemrave shoqëruese në ditën e gjykimit me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me sahabët e tij, me njerëzit më të ndershëm, më të sinqertë dhe me dëshmorët që dhanë jetën për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.